në përgjithësi, ai koncepti është tek pjesa e kileve. Dhe tani, këto sfidat që krijohen edhe këto, sidomos këto sfidat dietore, janë vetëm 10 ditë. 10 ditë do ikim. Sido që 10 ditë do kalojmë hap mbyll syt ikën 10 ditë. Por imagjino, të kalojnë këto 10 ditë edhe të ndihesh më mirë, të kesh më shumë energji, të jesh më afër rezultatit tënd, se patjetër nuk mund të humbasësh për shembull 20 kg për 10 ditë, por mund të humbasësh 2 kg, 3. Okej, mund të kesh pak më shumë energji, mund të krijosh disa zakone më të shëndetshme gjatë ditës. Do mësosh për shembull disa gjëra më të tepër që do të ndihmojnë në kalimin e kohës, të kesh një rezultat më të mirë, se do mësosh për shembull akoma sa ujë duhet pish në ditë. Do mësosh se çfarë nevojësh ka trupi jot, do mësosh për shembull se si të ushqesh, si të ndash vaktet e tua, si të akoma dhe si të lexosh etiketat. Shumica e njerëzve nuk dinë si të lexojmë etiketat, kështu do mësosh disa gjëra shumë bazë, të cilat do të ndihmojnë pastaj të kesh atë rezultate që do, edhe të ndihesh më mirë me veten tënde dhe të harruash këtë rezultat përgjithmonë. Se kjo është ideja. Ideja është të ruash rezultatin